Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, sot është e premte, data është 19, muaj është i 6, viti 2026. Jemi pak para mesnatë këtu në Tetov. Dhe deklaratat vargëvi për pa peshë, më tepër muhabete shejtorësh, apo në Tetov thujnë edhe muhabete grash në për kafenetë shejtore. Sepse duke pirë çaj për kafe, bëhen muhabete dhe variantat këtë ndryshme. Njëri prej atyre i cili po argëton skenën politikë bërëse, përveç që Bashkimi Evropian apo Parlamenti Evropian ja fladiti pak jo, po ja fladiti shumë barem për një vit do jemi rahat, apo të paktën deri në muajin e nëntor dhjetor të këtij viti. Se ne jemi para Shqipërisë. Kështu thoshin VMRO dhe Vlen. Bekim Sali nuk ishte nga goja. Dhe ajo që nuk pritej nga ai, por Ali Ahmeti në kampanjën për zgjedhjet lokale në vitin 2024 më 21 prill në Shkup, në qendër të Shkupit ku kam qenë edhe unë prezent për punën time të gazetarisë, i tha Mickovskit një mohabet shumë interesant. Dhe ky mohabet i ngjante dikujt. Po ta dëgjojmë. Kristian Mickovski është rrit me kurabia. Kristian Mickovski është rrit me keksa. Po pra, me piskimeta. Dhe ka një barcelet shqiptare ku dy veta janë zënë ndërmjet. Dhe njëri e rah. Afrohet një i tret dhe thot, haj biri dhe njerë, ai vazhdon t'i birë. Haj biri dhe njerë, vazhdon t'i birë. Ky që ha që tek të boll dhe ndihmove. Dhe Ali Ahmeti boll na ka ndihmuar të këtyre dy viteve me këtë deklaratë. Sepse nga kjo deklaratë, sipas asaj që thoshin, doli se është shumë provokuese për Mickovski. Dhe Mickovski, sot Ali Ahmeti i ka dërguar porosirat të tjera. Dhe kjo porosi Ali Ahmetit sot që i ka dërguar, jo që është gur me gur bëhet kalaja, ama fjalë mbas fjale nis belaja. Faleminderit Ali që na mbron. Faleminderit Ali që na mbron. Shohim se ku mbet Ali Ahmeti. Qëse dikush e do titën e ta majtë, fare ujë në zjarë nuk e venoj. Mirë po, ka kalu mini njëherë, e ka mësu rrugën, nuk i frigohet, sepse nuk e kanë legitimitetin, kanë hy për interesat të grupeve të veta. Po, se sakatohet, çështja shqiptare, vjetësh nuk ka familje që nuk ka paguar çmim. Mos vriten prapë shqiptarët, është vrarë. Ale. Po tanët janë solidarizu me atë program të VMRO-s. Heqin ligjin e gjuhës, përfaqësimin e drejtë, po të ndryshojnë rrugët. Ne nuk duam destabilizim. Ne duam paqë. Mirë po, këta janë të ri. Duhet të ndëgjojnë dhe të mësojnë nga e kaluara. Se gur mas gurin bëhet kalaja, a më fjalë mas fjale nis belaja. Po pra, ky ishte Ali Ahmeti, pra aplauzin e hoqa sepse vërtet e ka gjetur. Në politikë bërje, kërkohet diplomaci dhe kërkohet mençuri. Nuk kërkohet kthim prapa. Nga ajo që unë kam informata, Ali Ahmeti vetëm këto i ka kush e di çfarë duhet me kjo është provokim dhe kush e di çfarë pritje tjetër duhet të ndodh nga Mickovski. Si duket ka një koordinim. Unë e them, kam të drejtë të them. Më ka pëlqyer Ismail Kadareja viteve 1984-5 kur ka qenë në një dobim shkrimtarësh diku në Jugosllavi dhe ka thënë: unë si shqiptar kam të drejtë ta kritikoj popullin tim, se jam pjesë e asaj, mirë për ju nuk keni të drejtë, më do kritikoni popullin tuaj. Pra,
Unë jam pjesë e këtij populli dhe bie që ta kritikoj. Kur gjë, për Aliametin s'ka kur gjë. Këto ishin vetëm rrahje tavanit në hava. Pra, mbetemi me shprehje se do kthjellohet Aliameti dhe nuk do përdor këto terma gurmi gur bëhet kalaja, ma fjalë mos fjalë bëhet belaja. Hajde urdhno. Kur kush të ndalën, e ke rrugën shen, urdhno. Urdhno. Por, nëse mendon Aliameti se dikush do t'i shkoj pas, është çështje tjetër. Nuk them se s'mund t'i shkoj. Ne shohim se ku do t'i shkoj. Tetova nuk është ajo që ka qenë dikur dhe t'i bëj vend, apo nuk është ka Shkupin, e ka Gustivarin, e ka Kërçovën e vete, urdhoni. Ja. Atë e tha shumë mirë, njëherë kalon në për Mustaqe, pastaj mëson rrugën. E mësuam në rrugën, po. Nga pushtetbërja e juaj 22 vjeçare, Aliameti. Pra, këto janë vetëm provokime dhe tu ta ruan vneshtën, thonë një fjalë popullore. Nuk është okej, por unë vazhdoj me të pra. Jemi mësuar me Aliametin dhe kjo ishte më tepër se sa që duhet. Kjo ishte populiste deklarat. LSDM ka reaguar sot raporti i Parlamentit Evropian tregon ndërhyrjen e huaj në Maqedoni, ndikimin rus, serb dhe kines. Bile heshtet ai iranian. Parlamenti Evropian në raportin e tij për Maqedoninë tregon qartë dhe pamëndyshe rreziqe serioze të ndërhyrjes dhe ndikimit të huaj që kërcënon drejt rrugën evropiane të vendit, thotë LSDM. LSDM paralajmëroi me kohë dhe foli me zë të lartë për këto rreziqe dhe është e qartë se situata është shumë më serioze. Raporti i Parlamentit Evropian thekson përpjekjet ruse për të projektuar ndikimin ekonomik dhe politik kines dhe lidhet në rritje me Serbinë, e cila po zbaton një agjendë jo liberale në rajon. Eurodeputatet evropianë shprehin shqetësim për narrativet rajonale dhe ndikimin e botës serbe që drejtohet kundër orientimit evropian të Maqedonisë. Kjo nuk është herë e parë që Parlamenti Evropian ka treguar për këto rreziqe. Megjithatë, kjo është herë e parë që paralajmërimet e tilla vijnë në një kohë kur qeveria e Hristian Mickosit po kopjon hapur politikat e fuqishit dhe botës serbe në retorik, narrativ dhe modele politike. Ndërsa Mickoski do mbrojë shtin çdo ditë narrativën anti-evropiane, fyin çdo që mbron bëhen dhe bllokojnë të ardhmen evropian të qytetarëve. Parlamenti Evropian dërgon qartë një mesazh ndërhyrje e huaj ruse, kineze dhe përmes sektorëve rajonal po bëhet një kërcënim serioz për Maqedoninë. Në vend që të luftojnë këto ndikime, qeveria Mickosit po merr pjesë aktive në përhapjen e tyre, thotë LSDM. Në vend që të forcojnë qëndrueshmërinë e vendit po e dobëson atë përmes përsekutimit politik, kontrollit të medias dhe praktikës së reformave. Parlamenti Evropian ka thënë atë që qytetarët ndjejnë çdo ditë. Maqedonia është ekspozuar ndaj ndikimit të huaj dhe qeveria e Mickosit jo vetëm që nuk e parandal atë, por kontribuon në mënyrë aktive me të. LSDM mbetet e qartë dhe vazhdimisht në anën e rrugës evropiane, sundimit të ligjit dhe rezistencës ndaj çdo ndërhyrje të huaj, qoftë ruse tek kineze apo rajonale. Qytetarët meritojnë që Maqedonia të jetë pjesë e Evropës dhe jo peng interesave të huaja dhe narrativave të huaja, thotë në fund të reagimit LSDM. Dhe ka të drejtë. Dhe pra, në vend që të merret pushteti aktual, del Bekim Sali, del Mickoski dhe Nikolovski, të arsyetojnë atë që thoshin. Se ne jemi para Shqipërisë, se raporti evropian do të jetë pozitiv e kështu me radhë. Hajde dilni. Raporti evropian thotë ka stagnim. Dhe del Bekim Çoku, thonë njerëzit, ai njeriu flet atë që di. Kosova si alibi, e përdor Kosovën si alibi politike. Dje për të arsyetuar dështimet, sot për të sulmuar kundërshtarët. Njëjtin argument, aktorë të ndryshëm dikur Aliameti tash Bekim Çoku. Marrë mend çfarë thashë Aliameti. Nuk mund ta bëjnë këtë se është në çështje interesi madhor çështja e Kosovës. Po kush pyet për Aliameti ty, kush na pyet shqiptarët e Maqedonisë se si të zhvillohet dhe ka të shkojë Kosova. Kosova përveç që ka shtetin e vet, përveç që ka policinë e vet, përveç që ka ministrinë e punëve të jashtme, kryeministrinë kështu me radhë, ka dhe miqtë e vet botëror. Përkundrazi, ne kemi pritur nga Kosova që të na ndihmoj, sepse jemi pjesë përbërëse e asaj që quhet ndarje nga ish Republika Socialiste Federative e Jugosllavisë. Maqedonia dhe shqiptarët autoktonë. Dikur Aliameti e përdorte atë tash Bekim Çoku arsyetimin që të ikin asaj sepse në nguliti. Për më shumë se 2 dekada, një pjesë e elitës politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut arsyetonte se disa kërkesa politike dhe kombëtare shqiptare nuk mund të realizohen në Maqedoni sepse gjoja po dëmtohet çështja e Kosovës ose stabiliteti rajonal. Si do dëmtohet gjithë ata të cilët thonë këtyre ditëve apo edhe më herët se në Maqedoni mund të ketë këtë zhvillime si dini njëshin. Po NATO është këtu brenda. Si, hajde më tregoni. Amerika sapo ka dalë nga një luftë të cilën jo që ka fituar, po e ka shkallmuar. Pas të shqip shkallmuar në
Tetov në Gegnisht. Dhe ta flasin emër të interesave ndërkombëtare kombëtare, shumë tema etike për shqiptarët në vend mbetën të pazgjitura. Sot pas ndryshimeve të pushtetit dhe aktorëve politik, duket se po shohim një verzion të ri të të njëjtës ligji. Prapë Kosova përdoret. Vazhdon të përdoret si argument për përplasje politike mes shqiptarëve, ndërsa problemet reale të qytetarëve mbeten në plan të dytë. Argumenti është më shumë politik se sa faktik sot. Po bën një krahasim mes mënyrës së asetimit politik të dikushëm të Ali Mehmetit dhe deklaratës sot në Bekim Qokut. Sipas këtij këndvështrimi kritik, për vite të tëra, një pjesë e elitës politike shqiptare në Europë arsitonte se disa kërkesa kombëtare ose kushtetuese të shqiptarëve nuk duhet të shtyhen përpara sepse mund të dëmtoheshin interesat e Kosovës ose stabiliteti rajonal. Kritiket e kësaj qasje thonë se shqiptarët në Europë shpesh trajtoheshin si faktor dytësor në vendimarrje shtetërore, ndërsa problemet e tyre konkrete mbeteshin të pazgjitura. Pak më gjatë e keni të telegram.mk. Dhe është kjo vërtet është rënqes. Çka vin çka kujtohet, vetëm të arsitojnë sepse, pra vlenit, të arsitojnë sepse Bashkimi Evropian nuk solli raport pozitiv, po tha ka ngjese. Pastaj përmendi korrupsionin, çfarë nuk përmendi ndërhyrjen e pushtetit në gjykim e kështu me radhë. Bile edhe për mediumet thënë. Atë që gjithë ne e dim. Gjithë ne e dim. Dhe, joni, unë do mbam pak i menqë, ose është pak shumë më gjatë, për besoj se të më kuptoni. Apo bëhet Ballkani fushë e rivaliteteve të reja gjeopolitike. Ballkani vazhdon të mbetet një hapësirë ku përplasen interesa të ndryshme ndërkombëtare. Përveç ndikimit tradicional të Perëndimit, Turqisë, Rusisë dhe Kinës, vitet e fundit janë shtuar debatet edhe për praninë e aktorëve të tjerë rajonal dhe global në komunitetin musliman të rajonit. Kjo ka ngritur pyetje mbi mënyrën se si ndikimet fetare, ekonomike dhe politike mund të shfrytëzohen për të krijuar jetë të reja ndikimi në Maqedoninë e Veriut, Kosovë, Shqipëri, Bosnjë Hercegovinë dhe Sanxhak. Nga ana tjetër, është e vërtetë se Irani, si shumë shtete të tjera, Turqia, Arabia Saudite, Rusia, Kina, vendet perëndimore të tjera, përpiqet të ushtrojnë ndikim kulturor, fetar, diplomatik ose ekonomik në rreth të ndryshme të botës, përfshirë Ballkanin. Debati akademik zakonisht fokusohet te fuqia e butë soft power, rrjetet kulturore, organizatat fetare, media dhe investime. Vetëm një ndërhyrje të shkurt pastaj do të vazhdojë. Edi Rama e prishi me kaket. U mundua që në qendër të Tiranës, atje ku shoqëritë që kanë bektashianët dhe i pari tyre që kanë një territor, të bëj atë që t'i ngjajë të zonë Vatikan. Sepse bektashianët në krahasim me sunitët tradicional janë më të butë. E tash, shiitët edhe më keq. Pra, kur mund të kaj, pse nuk mundim ne? Dhe për atë tash, ai di diçka që thotë se po përzihet Irani këtu, po përzihet, ja ke mësuar. Çfarë bën të shishi gjatë gjithë kësaj kohës? Pse i toleron të gjitha organizata në Shqipëri? Sepse shteti shqiptar vërtet është në krizë, Maqedonia është në krizë ekonomike. Dhe kur je në krizë ekonomike, çdo dhënie gishtit ti i përgjigjesh. Se Irani nuk është shpërndar fare, si s'ka shpërndar. Ndërsa vëmendja e opinionit publik është përqendruar te zhvillimet në linjën e mesme, Ballkani nuk duhet të harrojë se rivalitetet gjeopolitike nuk zhvillohen vetëm me armë, por edhe përmes ndikimit ekonomik, kulturor, mediatik dhe fetar. Shqetësuese mbetet mungesa e një debati serioz institucional mbi ndikimet e huaja që veprojnë në hapësirën shqiptare të Ballkanit. Në vend që institucionet jenë transparente dhe vigjilente, shpesh krijohet përshtypja se veprimtaritë të ndryshme tolerohen ose ignorojnë për arsye politike apo ekonomike. Shtetet e rajonit kanë detyrim të monitorojnë çdo përpjekje për ndikim të jashtëm, pavarësisht nëse vjen nga lindja apo perëndimi. Çështja nuk është përkatësia fetare apo etnike askujt, por mbrojtja e sovranitetit, interesit kombëtar dhe rendit kushtetues. Shqiptarët historikisht kanë dëshmuar se orientimi i tyre strategjik është drejt vlerave euroatlantike. Pikërisht për këtë arsye, çdo tentativë për instrumentalizimin e fesë, identitetit apo vështirësive ekonomike për qëllime gjeopolitike duhet të trajtohet me kujdes dhe përgjegjësi institucionale. Gjithë të vërejtë që javën në shtetin shqiptar Edi Ramës, sepse nuk investon nga Tirana kur keni hartën përballë dhe të ngjitur në mur, nga Tirana, nga mesi i Shqipërisë dhe lart në veri, pse nuk investon? Apo që ka investuar shkeleshkapa vetëm me një rrugë të kombit, që atë e bëri Sali Berisha? Kjo është e papar. E papar. Këtyre ditëve për përsëris prapë, kam përsëritur edhe disa herë në këto podcastet e mia. Artist, aktor, muzikant, piktor, poet, më kanë thënë. Vetëm Kalaja e Rozafës let i rregullohet. Ne e kputim gjithë Ballkanin, edhe kputim edhe Dubrovnikën, e kputim me turizëm. Le të jetë që 20 milion, që 50 milion maksimumi euro për çdo gjë rinovim nga fillimi, me murzi, me kretat që pritet të zbulohen ende. Kalaja e Rozafës ka traditë
ka histori mjaft interesante, por nuk shty. Nuk shty. Shteti duhet të jetë promotor. Atë pak që ka me iniciativën e Benet Beci pra kryetarët. E lavdruan Benet Beci. Por, në kohë të paqartë ndërkombëtare, nevojitet më shumë transparencë, më shumë kontroll institucional. Sfida për Shtetet e Ballkanit nuk është ndalimi i kontakteve ndërkombëtare, por forcimi i institucioneve, transparencës dhe sondimit të rinj. Vetëm institucionet e forta dhe të pavarura mund të garantojnë që asnjë ndikim i jashtëm, pavarësisht origjinës së tij, të mos shndrohet në instrument për dobësimin e interesave kombëtare dhe demokratike të vendeve të reja. E them unë, e dëgjoj se sa i mençur jam. Pra, po përdoren në të madhe trika të lehtë. Policia e Maqedonisë më në fund do të ketë disa ndryshime. Oficerët e policisë do të lejohen të mbajnë mjekër, por ajo duhet të jetë e shkurtër, e rregulluar dhe mirëmbajtur rregullisht. Kërkesa për ndryshime në rregullor paraqit nga sindikata pavarur e policisë, jo nga komandantët e vëdis, shkruan vërtet mbaci. Dhe unë e kam huazuar nga portal. Me kërkesë të komandantët e vëdis, legjendat pa përshkruar të VMRO-s kanë miratuar një rregullor të re, tashmë policia mund të mbajë edhe mjekër. Dhe mos u shqyrtoni nëse ju legjitimojnë vehabist me mjekër, me pantallona 3-4 të gjera mbi kyçe, do të shikojë se ZZ top, të veshur me uniformë policie. Nuk e di nëse edhe policia do të mund të punojnë me burkë dhe ferezhe. Përpara Moshko vetëm kjo kishte mbetur të shkatërroj për shkak të kredive, thot një rjet një shkrim në rrjetet sociale. Është e vërtetë që Ministria e Mbrojtësisë ka merituar një rregullore të re mbi sjelljen dhe marrëdhënien reciproke të punonjësve në ministri, e cila u lejon oficerëve të policisë të mbajnë mjekër, por nuk është e vërtetë që kjo është bërë me kërkesë të komandantëve të udhëheqjes dhe në të anën qytetarët do të legjitimojnë vehabistët me mjekër, siç pretendon botimi që panalizojmë. Në fakt, në qëllim verifikimit e fakte, vërtet pasi kontaktoj Ministrinë e Punëve të Brendshme për të parë se çfarë përcakton rregulloria e re. Është miratuar rregullore për sjelljen dhe marrëdhëniet e ndërsjelljes të punonjësve në Ministrinë e Punëve të Brendshme në muajin maj të këtij viti, pas mirëtimit të saj, sindikata pavarur e policisë së Degës paraqiti një propozim për ndryshimin e disa dispozitave. Në shpjegimin e propozimit renditeshin praktika nga disa vende evropiane dhe në lidhje me rregullimin e pamjes dhe sjelljes së oficerëve, që është krejt në rregull. Mirë, në Maqedoni asgjë nuk është në rregull. Për atë dhe ka turlifar reagimesh. Pra, unë nuk do të ndalem më tepër, sepse ashtu po afrohem fundit, por do të ndalem pak te Zjadin Sela, i cili gjuha shqipe është në të drejtën e numrave në Maqedoni. Sela, të unifikojmë qendrimet të bëjmë të barabartë gjuhën shqipe. Kjo do të jetë gjasja. Dhe jo gara për të nxjerrë syt njëri tjetrin, se ç'bët 20 vite ose çfarë bëhet këto vite, fatkeqësisht e kemi të gjarë 20 vite dhe bëjë një gjë që bëhet në sot, kemi politiket se duhet të me ke qarë më madh. Do të kisha dashur që të jetë ndryshe, po s'është. E po sa rritëm që ta themi të vërtetën. Nuk do e bëjmë më mirë as 20 vjeçarin tjetër. Nuk do e bëjmë më mirë as armërin tonë. Prandaj po ka liq për gjuhë. Duhet zbatim. A është e barabartë? Jo, s'është e barabartë. Ta bëjmë barabartë. Rrugës Bashkimit Evropian jemi. Ka plot vende të cilët janë me 2, me 3%, e kemi Kosovën afër, me 4% cërë. E nuk mjafton vetëm të konstatojmë që ta bëjmë. Gjuha është në të drejtën e vetë në autoktonisë për gjuha shqipe. Gjuha shqipe është në të drejtën e numrave këtu me që të veri. Ta bëjmë. Të unifikojmë qëndrimet politike dhe ta bëjmë. Dhe të mos symë në këto temat pa kuptim ta ju dhe ne, ai dhe ata, çfarë u bëtë. Dhe, tashmë në fund të gjeta, sepse jam live edhe Bekim Qokur, i cili aq di aq flet. Nuk mundesh të më thosh edhe ta amnestosh që 22 vjet me krekosje, me arrogancë, që kemi gjithë qeverinë, e kemi kryeministin teknik, e kemi këtë e atë, edhe të zyrtarizosh 3-4 herë, 5 herë, 6 herë gjuhën shqipe brenda 17 mandateve, 7 mandateve, fali. Edhe të thuash, po mos ju ktheni mbrapa, patjetër do të me kthy mbrapa, ne do të me bë krahasimin, me çka me bë krahasimin? Me kohën Jugosllavisë, po e bëjmë. Po pra. Dhe unë ju ftoj që tash, me qëllimi lash në fund, ta dëgjojmë Izet Mexhitin, i cili sot ka qenë fenomenal te Alsate. Dini pse them fenomenal? Për çdo gjë kishte përgjigje, por
Ja ka futur muhabetin, ka futur nga e majta në të djathtë. 3 miliard euro pas kanë nda në për... Unë, si Mesut Shabani, thomë diçka tjetër. Për jurisprudencën, zotë Mexheti, ku do të ketë zgjidhja apo duhet Si Mesut Shabani, thomë diçka tjetër. Mund të mbledh, mund të ngrej iniciativë dhe mund të mbledh në shkrimi. Që komunat shqiptare në Maqedoninë Perëndimore, Gostivar, Tetov, hajde edhe Strug, edhe në Shkup. Nëse vërtet ndahen jetët sipas kokër banorit nga qeveria, si thot Izet Mexheti. Po si u bë mbi 200 sa milionera kanë shku këtyre ditëve në Manastir Prilep. Si u bë? Se 200.000 banor kanë manastirit e 200.000 paska Prilepi. Pa lidhje muhabet. Shteti ja ka futur kot muhabetit nga Korneri. Kisha një propozim tjetër për ata dhe e nisa këtë muhabet. Ja, unë si Mesut Shabani do ngrej iniciativë do marr. Do shkoj qytet që derë në derë, në këtë fshat. Do them qytetarëve që të bëjnë apel, të bëjnë presion të komunat e tyre. Gjitha ta zonë, komunat e Tovës thot kemi borx 10 milion, ai thot qeveria thot 12, pastaj ky thot 15, okay, s'është për. Që të zëm 5-16 ka komunë e Gostivarit, një vetëm komunën e Shkupit nuk di çajrit sa ka. E Strugës edhe. Le të ndidhen 50 milion euro. Nga 3 miliard euro, 50 milion s'është kurrë, një kafe. Ta pastrojnë punën, t'i paguajnë komunat, nuk kërkojmë asnjë investim. T'i paguajnë dhe të deblokojnë xhirollogaritë. Sepse kështu të bllokuara xhirollogaritë shkojnë në cesio dhe parat nuk e dim ku përfundojnë. Nuk e dim ku përfundojnë. Nuk përfundojnë komunë, për atë nuk ka zhvillime komunale. Këto që bëhen asfaltime kretë është diçka tjetër. Një herë tjetër do t'rregoj se tash e kam informatën saktë. Si bëhen asfaltimet. Përveç që janë 3 cm 4, është në vend të 7 cm deri në 12 dhe bën 3 deri në 4. Pra, një rrugë e cila duhet shtrohet për 12 cm këta e bëjnë 3 rrugë në të metrazh. Okej. Dhe ftoj tash të dëgjojmë se vërtet e kam dashur sot edhe Ali Ahmetin me deklarata kot e kot, ama ky kishte edhe më kot e kot. Unë e përgëzoj artën për guximin që pat, sepse politikan bërësit. Është në rregull që të tregosh prapërsisht për çka do bisedot, ama jo të tregosh edhe kur ndërhyj politikan bërësit. Arta kësaj radhe është përmbajtur rregullës pozitive gazetareske, që nuk them për dikë tjetër. Po tregojnë pritjet përgjigje edhe kur duhet ndërhyj ai gjë se merren vesh edhe për ta kritikuar në thojza në një kryetar apo siç kjo ka qenë shumë aktive kjo intervistë e bërë me pyetjet e gatshme në kohën kur Ali Ahmeti ishte baba dhe i porosit të Artan Grubi. për jurisprudencën, zotë Mexheti, ku do të ketë zgjidhja apo duhet presim që të reflektojë Besoj që ponët asoj që kam deklaruar shumë shpejt do kemi zgjidhjen e re. sa nuk kupton kjo shumë shpejt. 3 muaj do të thonë aq sa kam vetë do kalon në Dhe prapë do i them se nuk i vini tavolinës. Ju nuk keni fitues bllokut shqiptar, por jeni përfaqësues shqiptarëve në qeveri. Pse nuk bëheni më tashmë? Në zgjedhje lokale jemi fitues. Tu vërtet rëshqiti si dhe Rinako. Po zgjedhjet lokale ishin pas zgjedhjeve parlamentare. Dashki të fitoni zgjedhjet parlamentare, pastaj të vinë në zgjedhjet lokale. S'mund bësh një pjesë e qeverisë me zgjedhjet lokale, po bëhet me zgjedhjet të katë drejtarta. Parlamentare, edhe atëherë është çështje domethënë duhet të bisedojmë se si kanë qenë koalicionet të përpara dhe si janë sot. Që nuk i vini tavolinës atëherë, ka ngrënë më shumë zëri. Po, mendoj që me këto zgjidhje, me këto 2 viteve që po bëjmë zgjidhje ligjore, domethënë që nuk janë bërë 20 vite, nuk janë bërë domethënë pa ulë dhe biseduar për gjithë zgjidhjen të tretin. Tash kemi sjellë ligjin e medresesis Sabeu që nuk është 14 vite, sjellëm ligjin për përfaqësim adekuat, sjellëm ligjin për provimin e jurisprudencës, zgjidhim edhe 40 provime tjera profesionale. Po ashtu domethënë dhe shtylla e dytë e marrëveshjes së Ohrit është decentralizimi, nëse kemi parasysh, dhe asnjëherë më pas është punuar kështu si punohet tash në komunat tona, sepse është hera e parë që buxheti shtetëror ndohet pas një kriteri sa banor ka, aq mjet e ka. Prandaj edhe ndodh ky revolucion nëpër komunat tona, dhe nëse
Atëherë i bie antistatistikorit ta thetë të vërtetën se tetova ata që e votojnë Bilal Kasamin, pra nga Rëqica e Madhe deri në vijë horizontale e deri në Prishtinë dhe nga Malësia deri në Zhëlin, pra tërë duhet të jemi barabartë gati sa komunën e Shkupit. Jo ne marrim ndër komunën e Manastirit. Tetova. Me investimet kapitale që nëse marrëveshja Ohrit nuk ka përfshirë diçka domethënë padenterin, e ka padenterin mbi buxhetin. Ne në këto 2 vite pra kemi marrë hisën tonë dhe them që mbi 3 miliardë euro janë në banimet shqiptare, duke filluar nga koridori 8, rruga Shkup-Llas, Universiteti Nord Tereza, sheshi Skënderbej, 100 milionë euro janë të ndara për komunat Janë të ndara, por duhet presim realizimin. Jo, po realizohet. Zoti Mexhiti dhe Po pra, pasi 100 milionë euro. Besoj se do pajton edhe në Gostivar, edhe në Tetov, edhe në Struk, edhe në Shkup në komunën Çerp. Pastrone Gjirollogarin, fillojmë nga e mbara, apo si tha njëri sot një plak tha, ky tha më duket shumë fetar për Bilal Kasamin, më duket se ky do në dale hesap, tha me bismillah i shet këto vakëfet. Okej, ishte për humor kjo. pastaj se si jeni duke punuar, megjithatë duhet të pyesim qytetarët. Ata në fund ditës. Po flas për anën tonë. Fjalën e fundit e kanë qytetarët, po flas për projekte konkrete dhe numra konkrete. Nuk kemi dhe shumë minuta. Gjykata kushtetuese ka ndëruar vendimin për emrat e rrugëve në Tetov. Pse zoti Mexhiti në kohën kur ju jeni në pushtet, kjo gjykat merr vendime anti-shqiptare? Para, Aq patoqishëm jeni politikisht se që gjykata vetëm hap dhe merr vendime në dëm të statusit shqiptar? e para duhet të sonim për opinionit që gjykata e kushtetuese është e zgjedhur pra në kohën e BSD-s. Po është vëse vërtet, mirë po, Konstantinovski nuk puthet me mua, ai puthet me Mickovskin. Kush e propozoi tash profesor në një fakultet në shtetëror në Shkup? Pushtetit kaluar. Dhe PD-s. Po, thonë përbërje pushtetit kaluar. Ashtu është. Vendimet në dëm të shqiptarëve zoti Mexhiti po merren në këtë përbërje. deklaratat e gjykatës kushtetuese ku mburën që i ka propozuar i ka zgjedhur zoti Ahmet. Po, dhe ata ishin kundër që nuk përputhet kjo, domethënë ata ishin që të mos shfuqizohet. Por, më të ndalem diku tjetër. 2007 deri në 2024, 17 vite, BDI-ja ka mund si do ta shëtis. Tash do dëgjoni se ka drejt Izeti në disa gjëra, por jo në krejt, sepse edhe ky driblon. Si Messi bëhet. Por, unë jazëfajnë të utarifit, jazëfajnë Azbilikës, i cili pari e promovoi këtë, dhe nuk këmbgullit shkohet deri në fund. Duket se Azbilika nuk është deklaruar, delte në fotografi edhe me Izetin edhe me Bilalin. Okej, është problemi i tij. Por pasi ka pasur në një interes dikun, është problemi i tij, por nuk u përfundua puna. Nuk u përfundua Sartan Grupi, i cili që ka gjuna, që ai pa bismillah kritika bë. Por, thonë përbërje pushtetit kaluar, por dakor duhet të jemi që vendimet në dëm të shqiptarëve po merren në këtë përbërje, në këtë qeverisje ku jemi Para ju dhe vleni. shkallon domethënë që zgjidhet gjysmake, domethënë zgjidhet që është pru domethënë në vitin 2007, e cila në komunën e Tetovës pra është po në mënyrë me gjitha procedurat. Pra është sjellë edhe me padinter, vetëm ligji parashef që ky vendim i komunës së Tetovës është dashur të kalon edhe në qeveri. Kam pas mundësinë 20 vite vendimin që është sjellë Atëherë keni qenë dhe ju. Po gjejmë edhe për atë. Për atë vendim që ka sjellë kryetari i Këshillit të Tetovës, vetëm është dashur të kalon në qeveri dhe sot gjykata kushtetuese s'do kish pas mundësinë dhe lutsin për ta shfrytëzuar këtë vendim, siç është rasti i vendimeve që janë sjellë në Shkup. Okej, pra ishte ky Izet Mexhiti, tash më ka qenë fenomenal, ama i jo një anshëm, po jo i sinqert, për s'par herë, sepse ka ditë edhe të dribloj ndryshe, por diçka pranon, diçka driblon, diçka dhe vazhdojnë në qeveri. Pse jo? Se ka fituar zgjedhjet parlamentare është çështje tjetër, pas ka fituar zgjedhjet lokale. Po zgjedhjet lokale u mbajtën pas zgjedhjeve parlamentare. Okej. Nuk është okej, unë këtu ju përshëndes. Ishit në podcastin me Mesut Shabani, Dëgjohemi nesër mbrëmë.